Kam rreth 20 vjet që, si shumë kolegë të tjerë, merre me çështjen e masakrës së Peshkëpisë, me Belerin dhe Belerët, me njerëzit që kanë dorë në një nga masakrat më të tmerrshme që kanë ndodhur në kufirin shqiptar. Të tmerrshme sepse ende dhe sot nuk ka të dënuar. I njëjti personazh vjen edhe sot të sfidoj drejtësinë. Njeriu me shumë emra, Fredi, Alfred, Dionis, etj, sipas dosjes gjitha, vazhdon të sfidoj shtetin shqiptar. Vazhdon të sfidoj drejtësinë shqiptare që duhet ta gjykonte dosjen e tij. Ka një dosje të plotësuar. Dhe ky njeri nuk është shpallur i pafajshëm. Ky njeri i shpëton gjykimit me procedurë, me një vendim absurd për parashkrimin e dosjes. Kjo nuk ka lidhje me ngjyrën partijake. Kjo ka lidhje me dy dëshmorë, me oficerin Fatmir Shehu dhe ushtarin Arsen Gjini. Beleri dhe Belerët vazhdojnë jo vetëm të sfidojnë drejtësinë shqiptare, por mbi gjitha dhe të provokojnë shqiptarët, kudo që ndodhen. Pak ditë më parë, bërë një tjetër deklarat duke folur për fantazmat e Vori e Pirit. Për ato fantazma, mbi të cilën në vitin 1914, mijëra shqiptar u vranë. Deklaroi se, sipas tij, në Shqipëri paska 260.000 Vori e Pirot. Imagjinoni çfarë deklarate ekstremiste. Pra ky njeri jo vetëm nuk gjykohet nga organet e drejtësisë shqiptare, por vijon dhe sot të sfidoj shqiptarët, të flas kundër shtetit shqiptar, kundër shqiptarëve, kundër çdo shqiptari, pavarësisht ngjyrave partijake që ai ka, sepse kombi nuk ka lidhje me ngjyrat partijake. Alfred Beleri, Dionis Beleri, Fredi Beleri dhe Belerët e tjerë po sfidojnë gjithë shqiptarët, po na sfidojnë ne, po sfidojnë gjakun e dy dëshmorëve dhe vazhdojnë të mos gjykohen. Ndaj, sot është koha që drejtësia të bëhet e plot. Drejtësia për Alfred, Dionis, Fredi Belerin dhe të gjithë ata njerëz që kanë dorë në sulmin e prillit 1994 në bazën e Peshkëpisë. Beleri dhe Belerët duhet të gjykohen. Dosja është e plot, është e njohur, pavarësisht të gjitha skemave dhe bashkëpunimit të vetë njerëzve. Dikush zhduku flet nga dosja, dikush zhduku një pjesë të dosjes, dikush e ndihmoi, dikush vazhdon të ndihmoj, dikush vazhdon të promovoj, dikush vazhdon të hesht. Dhe autoritetet heshtin. Autoritetet nuk flasin, autoritetet nuk reagojnë, autoritetet nuk kërkojnë, qoftë edhe nga Brukseli, që të marrë masa për këtë njeri ekstremist. Ekstremizmi nuk e ndihmon bashkëpunimin. Përkundrazi, ekstremizmi sjell ekstremizëm. Dhe ekstremistë të tillë duhet marrin përgjigjen që meritojnë. Të ulen përpara drejtësisë dhe të përgjigjen për ngjarjen e Peshkëpisë. Provat janë. Është prokurori vetë që ka mbledhur këto prova. Është dosja aty dhe kjo duhet shkojë deri në fund. Drejtësia për atë që ka ndodhur në Peshkëpi duhet bëhet dhe do të bëhet. Drejtësia duhet të flasë. Nuk mund të ketë parashkrim për një ngjarje të tillë.